Ja ku jam njerëz. Edhe sot, si çdo të hënë, në ora 9, për mesazhin e yjeve në fat dhe në muzikë. Jemi gjithmonë në Radio Sol, jemi gjithmonë në frekuencën 89 MHz dhe ju këshilloj që emisionin në radio të hënave ta ndiqni, sepse është i pasur me kuriozitete, është i pasur me këshilla, është i pasur me muzikë, është i pasur dhe me poezi, që është mesazhi i yjeve të muzikës. Okej? Sot për ata që do na ndjekin në radio, kolona zanore e emisionit do të jetë një pjesë nga grupi i mirënjohur The Beatles. Në fund, si gjithmonë, edhe analiza dhe teksti një këngë të tyre, por në fillim, mesazhi i yjeve të fatit, ai që shumë kush e quhen horoskop. Dashi. Në vitin 1784, Thomas Jefferson, presidenti i tretë i Amerikës, që ishte i shenjës dashit, përmbushi një gati ta quajmë mrekulli. Shtetet e Bashkuara ishin një, të themi, shtet i ri, vend i ri, i pa organizuar, ishin vetëm 13 shtete dhe disa territore fare të pa organizuara. Si përfaqësues i Kongresit, Jefferson përpëzoi një dekret të veçantë ligjor për ndalimin e skllavërisë në territoret e pa organizuara, në ato që më vonë u bën shtetet e bashkuara, ata që u bashkuan shteteve të bashkuara të Amerikës, që ishin Tennessee, Mississippi, Alabama. Për fat të keq, ky propozim vetëm për një votë nuk u aprovua. A mbrini ta imagjinoni se si do të kishin shkuar gjërat sikur ligji për ndalimin e skllavërisë ishte aprovuar ca 10 vjet përpara se të fillonte lufta civile. Morali i gjithë sa më sipër, o desher, bura gra qofshi pra desher apo dele, është një ndryshim fare i vogël në një moment kyç mund të ketë pasoja shumë të mëdha dhe yjet parashikojnë o dash, bura grua qofsh, se javët në vazhdim jeta jote do të jetë një demonstrim i kësaj që sapo thash. Demi. Duke hulumtuar për këtë horoskop, gjeta një shprehje të psikoanalistit austriak Sigmund Freud, të shenjës Demit. Të jesh komplet i sinqert me veten tënde, thoshte Freud, është një ushtrim që ja vlen bara qeran ta bësh sepse të mban në realitet, të mban në kohë. Ndërsa një tjetër psikoanalist austriak nxënës i Freudit, Wilhelm Reich, thot, është më mirë të rish larg realitetit dhe t'i drejtohesh atij vetëm për gjërat që do të ndish. Me realitetin duhet bërë një marrëveshje, thoshte ai, ti mos u ngatro në punët e tij dhe ai të mos ngatrohet në punët e tua. Dep. Bura grua qofsh. Sipas asaj që unë lexoj te yjet, ndër të dy psikoanalistët që citova, unë të këshilloj të zgjedhësh Freudin. Pra, për këtë javë të mbetura të këtij viti, apo për këto muaj të mbetura të këtij viti, përpiqu të jesh i sinqert me veten tënde. Mos gënje veten. Ti e di se ku dhe pse. Binjakët. Binjak. Bura a gra qofshi. Do kush prej jush a e ka dëgjuar ndonjëherë emrin e Albert Hubbard? Ka qenë shkrimtar, filozof dhe artist amerikan i shenjës binjakëve, që ka vdekur në fillim të viteve 900. Ai ka thënë, të gjithë ne jemi idiot perfekt për të paktën 5 minuta në ditë. Urtësia njerëzore qëndron në aftësinë për të mos e tejkaluar këtë kohë. Edhe në qoftë se unë nisem nga eksperiencat personale, mendoj dhe gjykoj se 5 minuta janë pak. Por për ty o binjak, bura grua qofsh, mendoj komplet ndryshe. Në javët në vazhdim, pra deri nga fundi i vitit, në javët në vazhdim, por edhe në muajt në vazhdim, pra deri nga fundi i vitit, nuk do të kesh as 5 sekonda çfaqje idiotësie në thonjza. Do të jesh shumë i qartë dhe perfekt. Këshilla ime, mundohu ta kesh edhe ti atë 5 minutin e idiotësisë në rastin tënd o binjak, bura grua qofsh, sepse për ty do të jetë vetëm relax, vetëm shplodhje.
Gaforia. Në qoftë se të vjen në një ide e re, o mëson diçka shumë të rëndësishme ndërsa je pak si shumë në qef ose komplet i dehur, ka shumë mundësi që mbasi të dal pia ta kesh harruar. Dhe për sa kohë je esëll, nuk e kujton dot, por ka shumë mundësi që sa po të kesh hedhur ca gota ta rikujtosh përsëri. Dhe ndoshta edhe me detaje. Ka thënë një herë i madhi Ernest Hemingway i shenjës gafores. Ta thash o gafore, bura gruaj qof, sepse më duket se jeni një moment që po përjeton një gjendje tamam sikur je i dehur me shumë ide që të qarkullojnë në kokë. Pra ka shumë mundësi që pas sa ditësh, kur të rikthesh me këmbë në tokë, figurativisht, disa nga këto ide apo projekte të zhduken. Këshilla ime është që përpiqu ti mbash mend këto idea, projekte që ke në kokë dhe ndoshta është më mirë që diku edhe ti shkruash. Luani. Për të shpëtuar botën, duhet fillosh t'i shpëtosh njerëzit një nga një, thot shkrimtari i madh Charles Bukowski, i shenjës Luanit. Gjithë kusuri është ose romanticizëm ose politik. Kështu e mbyll Charles Bukowski thanin e tij. Luan, bura gruaj qofsh, unë të ftoj që ti gjatë javëve në vazhdim këtë reflektim të Charles Bukowski ta mbash parasysh dhe të udhëhiqesh nga ky parim. Luan, bura gruaj qofsh, përktheje idealet e tua të mëdha në veprime praktike. Në vend që të flasësh për ato gjëra të mira që do të bësh, bëj seriozisht dhe bëj që është e mundur që çdo detaj i jetës tënde të përditshme të reflektojë, të pasqyroj vizionin tënd, të pasqyroj të vërtetën, të pasqyroj bukurinë, të pasqyroj dashurinë. Virgje Resha. Sa më shumë bluajmë në kokë mendime për veten, aq më shumë vuajmë. Thot psikologu anglez i shenjës Virgje Reshës, Adam Phillips, në librin e tij Të jetojmë shëndetshëm. Adam Phillips është i bindur që duhet evituar sa më shumë analiza e tepruar e vetes. Detyra ime si psikoanalist, vazhdon ai, është që t'i çliroj pacientët e mi nga mbingarkesa e të analizuarit të vetvetes. Edhe pse, sipas meje, e ka egzageruar pak, kam përshtypjen që ju o Virgje Resha, bura gra qofshin në javët të vazhdim, duhet ta ndiqni këshillën e Adam Phillips. Për të arritur ku doni të arrini në jetën tuaj private, në marrëdhëniet tuaja të punës, pra për të pasur sukses, duhet të keni shëndet të plot mendor. Pra, mos u merrni shumë me veten dhe përpiquni të jeni më të vëmendshëm, më të dashur me ata që keni përreth. Sikundër ju thash, në jetën private, në marrëdhënie pune, në marrëdhënie biznesi. Peshorja. Ku do qofsh, përpiqu të jesh zemra e atij vendi, ka thënë poeti iranian i vitit 1200, Jalal al-Din Rumi, është i shenjës peshores. Për ty peshore, bura gruaj qofsh, kjo që poeti persian ka thënë duhet jetë një këshill. Je afër kulmit të aftësive të tua të shprehurit me një saksi të admirueshme. Je më shumë se kur pranë raportit ëndër realitet. Je më pranë se kur nga e vërteta. Si pasoj, je në gjendje më shumë se sa kur të influencosh këdo afër teje. Të gjithë janë gati të bindur nga aftësia jote dhe zgjuarësia jote në gjykimin e së vërtetës. Prandaj o peshore, bura gruaj qofsh, të lutem, mos u ndal si inkurajuari aftësitë, rregullin, disiplinën që të karakterizon në çdo kohë. Çdo gjë po shkon më së miri, por unë shpresoj që ti, o peshore, bura gruaj qofsh, në javët në vazhdim do të jesh një shembull i madh i pasionit kudo për këdo e kudo qoftë. Akrepi. Ëndrat që sheh natën japin mesazhe të vlefshme për kohën kur je zgjuar. Mund të tregojnë të vërtetat fshehura që ditën mbase nuk mbrin t'i shohësh
dhe në rastet veçanta mund edhe të sugjerojnë atë se çfarë duhet të bësh kur të zgjohesh, të paktën kështu e mendojnë ata që interpretojnë ëndrat. Po tregoj një shembull realisht të ndodhur o akrepa bura gra qofshi. 2 vjet më parë, një anglez me emrin e vërtet David Brown nga Southampton, i shenjës akrepit, i doli në ëndër apo pa në ëndër një numër që kur u zgjua, mendoi se duhet ishte një numër telefoni nga mënyra se si ishin rreshtuar numrat. Në mëngjes, pa e zgjatur e provoi duke quar një SMS ke ky numër që pa në ëndër. Në SMS shkruante: "Mos jemi takuar mbrëm natën." Numri ishte i Michelle Kitson. Ajo ju përgjigj mesazhit dhe historia vazhdoi me mesazhe plus minus dhe një ditë u takuan. 2 muaj më vonë ishin në altar të kishës dhe sot që po flasim bashkë kanë 10 vjet që janë burr e grua. Për ju o akrepa bura gra qofshi, unë nuk parashikoj në një ngjarje të tillë të jashtëzakonshme, por ju them me bindje që ëndrat tuaja kanë një domethënie dhe bëni mirë t'i ndiqni ato. Shigjetari. Ka njeri që nuk e ka lexuar apo nuk e ka parë filmin dhe heroin e fëmijëve, dhe jo vetëm, Peter Pan. Po ju kujtoj një pasazh nga libri ose dhe nga filmi. Shoqja, bashkëpunëtorja, mbështetësja e Peter Pan ishte Zilka. Në një moment ajo i thot: "E ke parasysh atë vendin ndërmjet gjumit dhe zgjimit ku akoma e kujton ëndrën që sapo ke parë? Tamam atje unë do të dua për gjithmonë." Shumë e bukur. A e kujtua tani? U a kujtova këtë gjë o shigjetar, bura gra qofshi, sepse keni nevojë që fjalë si këto t'i përshpërisni ose t'ja përshpërisni njeriu që doni. Është momenti, java, që duhet të bëheni romantik e poetik më shumë se kurdoherë. Keni nevojë të jepni e të merrni një ushqim që preardhjen e ka nga shprehja, nga demonstrimi i një butësie, i një ëmbëlsie të jashtëzakonshme. Britsjapi. Filmi i vitit 2002, Tak Everlasting, i regjisorit J. Russell, që është i Britsjapit, tregon historinë e një familje që bëhet e pavdekshme pasi ka pirë ujë nga një burim magjik. Prindët dhe 2 fëmijët vendosin që të mos e nxjerrin këtë sekret, por në një moment një njeri misterioz, i veshur me të verdha, e zbulon këtë fakt dhe vihet në ndjekje të familjes. Ky njeri, në një moment të filmit, flet me një prift të ri në moshë. "E si kur të ishim të përjetshëm", e pyet ai, "pa pasur nevojë të përballeshim me dyshimin e vdekjes, të ishim të paprekshëm nga gjitha sëmundjet, të ngelishim gjithmonë të rinj." Prifti i habitur ju përgjigj: "Ju flisni me gjuhën e blasfemisë." "Po tamam", i përgjigj njeriu i veshur me të verdha. "Pse ta tregova këtë pjesë të filmit o Britsjap, bura grua qofsh, sepse kjo është edhe detyra jote për javët në vazhdim, të përdorësh, por në mënyrë korrekte, si gjuhën e blasfemisë e si çdo lloj gjuhë tjetër rebelimi. Ka ardhur momenti të bëhesh kurajos, të bëhesh i guximshëm dhe të shprehësh çdo mendim që deri më sot ishte e pamundur të shprehej. Ka ardhur momenti të jesh kontrapedal dhe revolucionar, ndoshta edhe pak anarkist. A e bën dot?" Ujori. Në vitin 1993, grupi hard rock nga San Francisco, Guns N' Roses, kishin publikuar 5 albume shumë të suksesshme. Kur po punonin për realizimin e albumit të tyre të 6, filluan problemet edhe vështirësitë të cilat sollën shumë vonesa në realizimin e albumit. Ndërmjet pjesëtarëve të grupit filluan sherrë, disa prej tyre u larguan nga grupi.
si ndodh zakonisht. Për të përfunduar albumin, mbeti vetëm njëri prej antarëve të cilët e kishin themeluar grupin, mbeti vetëm Axl Rose, i shenjës së ujorit, i cili, i shoqëruar nga muzikantë të rinj në grup, realizoi albumin Chinese Democracy, që doli më në fund mbas 15 vjetësh në vitin 2008. Ka një ngjashmëri ndërmjet kësaj që i ndodhi grupit Guns N' Roses dhe asaj që ka ndodhur me ju ujor në vitin që shkoi. Viti 2026 është dhe viti që të gjitha vështirësitë e pengesat e vitit që shkoi tashmë kanë mbetur pas për ju të shenjës së ujorit. Viti 2026 është dhe viti që do të bëni një hap të madh dhe cilësor drejt realizimit të një projekti, të një ëndre, atë një lidhjeje që prej kohësh po pret të bëhet publike. Peshqit. Në vitin 2009, më 14 mars, filloi një iniciativë sportive e çuditshme që u quajt 7 in 7 on 7, që në Shqip është 7 në 7 në 7, që ishin 7 maratona në 7 ditë në 7 kontinente. Filloi më 14 mars në Antarktidë. Ishin 4 maratonistë, por vetëm 2 prej tyre janë mbritën të vendosin këtë rekord të ri Guinness. Ishin anglezët Jack Jones dhe Chris Cadihai. Të gjitha maratonat ishin mbi 45 km dhe u zhvilluan në Antarktidë, në Kini, në Los Angeles, në Sydney, në Hong Kong dhe në Johannesburg dhe në Londër. Filloi më 14 mars dhe përfundoi më 22 mars, pra në shenjën e peshqve, filloi dhe mbaroi. Por me qënë se 2 ditë ishin të humbura nga ndrimi i brezave orare, rekordi u quajt me 6 ditë, 23 orë dhe 35 minuta, gati e kapi dhe kjo shtatën. Peshq, bura Graqofshi, nuk u atregova këtë që edhe ju t'ja hyni këtyre egzagerimeve. U atregova për t'ju thënë se jeni në një fazë që aftësitë tuaja për të përmbushur detyra të mahnitshme janë në kulmin e vetë. Ju takon juve ta gjeni se çfarë duhet të bëni e se në çfush duhet t'i përdorni aftësitë tuaja. Unë mund t'ju them vetëm që rezultatet do t'jenë të mahnitshme.